Kryeministri Edi Rama ka ripërsëritur deklaratën e ministrit Enea Karakaçi se paketa e maleve do të projektohet me atë që quhet Porta e Alpeve, duke i shtuar përfitueshmërinë. Sipas numrit 1 të qeverisë, Porta e Alpeve përbën një ndërhyrje të drejtë me një investim prej 100 milion eurosh i bashkëfinancuar nga qeveria dhe Banka Shqiptare e Investimeve. Ky projekt ka për qëllim zhvillimin e mëtejshëm të turizmit me fokus atë malor. Rama shtoi se projekti synon të lidhë më mirë zonat e veriut me njëra tjetrën, por dhe me pjesën tjetër të vendit, ku përfshihet përmirësimi i infrastrukturës rrugore dhe transportit, investimet në ujësiellca, menaxhim të ujrave të zeza, si dhe ndërhyrje në zhvillimin urban dhe restaurimin e trashëgimisë historike. Në këto javë, në këta muaj, po flitet për paketën e maleve. Natyrisht, kur them po flitet, kam parasysh vetëm çka themi ne për të informuar publikun dhe mbi gjitha për të informuar ata të cilët shikojnë nga Shqipëria dhe dëshirojnë që të investojnë kursimet e tyre në tokën e të parëve apo në rindërtimin e një shtëpie të vjetër të gjyshërve mes maleve, por edhe flitet nga shumë kush që si gjithmonë dhe për gjithçka deformon, devijon e kështu me radhë. Por nuk është kjo përmbajtja e këtij shënimi, por është ajo çka i shtohet paketës maleve, si një projekt i quajtur Porta e Alpeve, që përbën një ndërhyrje të drejtë për drejtë me një investim masiv prej 100 milion eurosh i bashkëfinancuar me Bankën Evropiane të Investimeve për zhvillimin e mëtejshëm të turizmit me fokus turizmin malor. Është një projekt për cilin kemi punuar për një kohë gjatë, që synon të lidhë më mirë zonat e veriut me njëra tjetrën dhe me pjesën tjetër të vendit pa dyshim, duke krijuar akseset të lehta dhe të qëndrueshme gjatë gjithë vitit. Përfshihet përmirësimi i infrastrukturës rrugore dhe transportit, përfshihen investime në ujësiellës dhe menaxhim të ujrave të zeza, si dhe ndërhyrje në zhvillimin urban dhe restaurimin e asaj trashëgimie të vyrë historike që ka edhe në zonën e veriut, në ndërkohë që patjetër nuk mund të ishte jashtë projektit edhe kujdesi për të siguruar, për të garantuar gjithë ato pjesë të mrekullueshme të natyrës që duhet mbeten të paprekshme. Kjo është qasja integruar e një projekti që nuk trajton vetëm një segment, një aspekt, por ka një shtrirje gjithë territoriale dhe synon, e besoj, ka të gjithë potencialin për t'i dhënë një nxitje ekstra zhvillimit të turizmit dhe të ekonomisë në veriun e vendit. Ky projekt sipas Edi Ramës tregon se kjo qeveri ka bërë më shumë për veriun e Shqipërisë se të gjitha qeveritë e tjera paraardhëse. Besoj që me këtë shënim mund t'i bëj edhe një përshëndetje të posaçme të gjithë atyre që sa herë flitet për veriun me njëherë fillojnë flasin për qartë për qeverinë që nuk ka bërë mjaftueshëm për veriun dhe një përshëndetje shumë miqësore duke u thënë që sa ka bërë dhe sa do të bëjë kjo qeveri për veriun e vendit nuk kanë bërë të gjitha qeveritë e marrës bashku, se për ato që vijnë pas nuk dua të flas, po të gjitha qeveritë e marrës bashku qysh se Shqipëria ka hyrë në rrugën e liri demokracisë që e dim të gjithë se si filloi, si vazhdoi dhe të gjithë e shohin se si po transformohet në funksion të gjithë shqiptarëve dhe në funksion të gjithë Shqipërisë. Gjatë podcastit flasim, Rama zbuloi detaje edhe nga takimet që zhvilloi në Itali dhe Spanjë me kryeministra Giorgia Meloni dhe Pedro Sanchez, por dhe me zyrtarë të tjerë të lartë të dy vendeve. Marrëdhëniet e Shqipërisë me Italinë janë forcuar gjatë qeverisjes Meloni, shtoi Rama, i cili tha se delegacioni shqiptar u prit edhe në Spanjë me ndërim të veçantë nga dhoma tregtare e Katalonjës, çka sipas tij tregon rritjen e vlerësimit për Shqipërinë gjatë këtyre viteve.